Donja dhe zotëri, mirë se vini në edicionin informativ të radhës tonë në Vodafone Televizion. Ministria e Shëndetësisë ka publikuar shifrat për ditën e sotme ku thuhet se nga 1862 testime vetëm 37 kanë rezultuar pozitiv me virusin SARS-CoV-2 dhe aktualisht në spitalet Covid po trajtohen 85 pacient, nga të cilët 10 pacient në terapi intensive, ndërkohë 3 persona kanë humbur jetën si pasojë e këtij virusi. 3 viktima dhe 37 raste të re janë regjistruar në 24 orët e fundit me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se numri i lartë të infektuarve është regjistruar në Tiranë me 9 të infektuar, duke vijuar më pas me 8 raste në Korçë, 4 në Shkodër dhe Vlorë, 3 raste në Pogradec, 2 në Devoll dhe Librazh, 1 rast në Durrës, Fier, Tropoj, Gjirokastër dhe Dropull. Me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor betejën me COVID-19 nuk e kanë fituar 3 qytetarë, një nga Elbasani, një nga Cerriku dhe një nga qyteti i Fierit, të moshave 51 deri në 84 vjeç. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve të të ndjerëve. Në 24 orët e fundit janë shëruar 1231 qytetar, duke e çuar numrin e të shëruarve në 124.312 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht në spitalet Covid po trajtohen 85 pacient, nga të cilët 10 pacient janë në terapi intensive. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha nga Elbasani se ka zhvilluar një mbledhje me qytetarët ku është shprehur se zgjedhjet e 25 prillit ishin një masakër elektorale dhe si ishte dita e zgjedhjeve të vjedhura. Basha tha se ata që ende nuk kuptojnë si u vodhën zgjedhjet nga regjimi Rama Doshi të vinë në Elbasan, ku krerët e policisë morën në mbrojtje bandat që blinin votat, duke shtuar se prokurori u përpoqi të fshinte provat e kapjes në flagrancë të gjërave. 25 prilli ishte masakra elektorale më e madhe dhe vjedhja më e madhe e votave në 30 vite histori pluralizëm. Kështu u shpreh kryedemokrati Lulzim Basha sot gjatë një takimi me simpatizant në qytetin e Elbasanit. Basha tha se ata nuk e kuptojnë akoma apo bëjnë sikur nuk e kuptojnë përmasën reale të masakrës zgjedhore të 25 prillit. U kërkoi që të vinë në Elbasan. Ndaj sot nga Elbasani kam një mesazh për gjithë ata që nuk besojnë ose nuk duan të besojnë se 25 prilli ishte dita e zgjedhjeve të vjedhura nga regjimi Rama Doshi. Masakra elektorale më e madhe dhe vjedhja më e madhe e votave në 30 vjet histori pluralizëm. Ejani në Elbasan. Dhe shikoni se si krye polici vendit, që në fakt është krye polici e Tiranës, mori në mbrojtje bandat që u sulën për të terrorizuar, për të blerë dhe për të kërcënuar qytetarët e Elbasanit me pistoletat e tyre me tytat kromuara. Basha theksoi se prokurori u përpoq të fshinte provat e kapura në flagrancë të materialeve zgjedhore, të shitblerjes masive nga bandat kriminale që kanë vënë përfund policinë, institucionet dhe kontrollojnë tërësisht qytetin dhe qarkun e Elbasanit. Atyre që nuk e kuptojnë akoma, apo bëjnë sikur nuk e kuptojnë, për masën reale të masakrës zgjedhore të 25 prillit, ju them ejani në Elbasan. Dhe shikoni se si prokurori u përpoq të fshihte provat e kapura në flagrancë të materialeve zgjedhore, të shitblerjes masive nga bandat kriminale që kanë vënë përfund policinë, institucionet dhe kontrollojnë tërësisht qytetin dhe qarkun e Elbasanit. Atyre që pyesin pse nuk jeni të gatshëm të bashkëpunoni me Edi Ramën, ju them ejani në Elbasan. Ejani dhe shikoni se si janë bërë njësh pushteti me krimin. Krimi me pushtetin. Si që ka thënë dikur gjyqtari famshëm antimafia Borsellino, krimi dhe politika ushtrojnë kontrollin mbi të njëjtën hapësirë. Ato nuk mund të jenë në paqe me njëra tjetrën, por vetëm në luftë me njëra tjetrën, ose përndryshe njëra prej tyre ka fituar. Kam rritur këtë pasdite në 267 ushtarë të forcave amerikane në Tiranë, ku pjesë e stërvitjes më të madhe ushtarake Defender 21 që Shqipëria pret si aleate e NATO-s dhe pritet që të mbrijnë në aeroportin e Rinasit. Trupat e ushtrisë amerikane do të mbrijnë në aeroportin e Rinasit dhe janë pjesë e 28.000 trupave shumë komshë që të vinë në vendin tonë deri në 20 qershor 2021,
kur përfundon e gjithë stërvitjet Defender 21. Defender Europe 21, e cila ka nisur prej 4 majit në vendin ton, zhvillohet njëkohësisht në 7 baza të ndryshme në të gjithë vendin. Kështu shkruan ministri i mbrojtjes Niko Beleshi ndërsa ka publikuar një video nga stërvitja. Defender Europe 21 zhvillohet njëkohësisht në 7 baza të ndryshme në të gjithë vendin, shkruan Beleshi. Defender Europe 21 është stërvitja më e madhe ushtarake që pret Shqipëria si aleate e NATO-s, me pjesëmarrjen e rreth 28.000 trupave shumëkombëshe, aleate dhe partnere nga 27 vende për të kryer operacione të njëkohshme me më shumë se 30 zona trajnimi në më shumë se 12 shtete, nga Balltiku dhe Afrika në detin e Zi dhe Ballkan. Përveç ofrimit të 6 bazave detare, toksore dhe ajrore, Shqipëria, antare e NATO-s që nga viti 2009 do të angazhojë 1.000 trupa në këtë stërvitje. Stërvitja do të zhvillohet deri në 20 qershor 2021 në territorin e Shqipërisë. Ajo do të ushtrojë aftësinë e ushtrisë amerikane në Evropë dhe Afrikë për të shërbyer si komandë e bashkuar e komponentit të forcës tokësore dhe si partneri i sigurisë në rajonet me rëndësi strategjike të Ballkanit dhe të Detit të Zi, ndërsa mbështet aktivitetin në Evropën Veriore dhe Afrikë. Kristian Peçi dhe Evis Zeneli kanë rënë në prangat e policisë ku gjatë kontrolleve të ushtruara te 5 maj pas vrasjes së 27 vjeçarit Mehmet Qema pasi në një banesë të marrë me qira nga Kristian Peçi janë konstatuar pajisje kompjuterike, 2 grirse kanabisi dhe municion luftarak. 2 persona janë arrestuar gjatë kontrolleve të ushtruara te 5 maj pas vrasjes së 27 vjeçarit Mehmet Qema, pasi në një banesë të marrë me qira nga Kristian Peçi ja konstatuar pajisje kompjuterike, 2 grirse kanabisi dhe municion luftarak. Ndër të tjera në këtë banesë u konstatua lidhje paligjshme energjisë elektrike. Pas kontrollit në pranga kanë rënë Kristian Peçi dhe Evis Zeneli. Ky i fundit sipas policisë duke qenë faturues i energjisë elektrike, dyshohet se ka shpërdoruar detyrën. Kristian Peçi, 22 vjeç, është një prej të shoqëruarve që ishte pjesë e grupit ku u vra Mehmet Qema teksa u lirua pasi u mor në pyetje. Specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë numër 4 bën arrestimin në flagrancë të shtetasve KP 22 vjeç dhe EZ 34 vjeç, sepse më datë 14 maj 2021 në rrugën 5 maj, gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e marrë me qira nga KP, ju gjetë dhe ju sekuestrua në cilësinë e provës materiale, disa pajisje njësie kompjuterike, 2 grirse të lëndëve dyshuar narkotike e llojit kanabisativa, municion luftarak si dhe ju konstatua lidhje paligjshme energjisë elektrike. Ndërsa shtetasi EZ duke qenë faturues i energjisë elektrike dyshohet se ka shpërdoruar detyrën, thot policia. Fillimisht ka patur indicje se bëhej fjalë sërish për pajisje për prodhimin e kriptomonedhave, por nuk kanë rezultuar të tilla. Pas vrasjes së Mehmet Qemës, prokuroria e Tiranës i ka kërkuar gjykatës që të caktojë arrest me burg për Marius Demën me akuzën e vrasjes me dashje dhe armbajtjes pa leje. Arma e sekuestruar tip pistolet është dërguar në laboratorin e policisë për t'u ekzaminuar nëse është përdorur apo jo në krime të tjera. Policia ka arrestuar 49 vjeçaren Fludora Zaimi, e cila drejtonte mjetin tip Mercedes-Benz, i cili si pasojë e humbjes së drejtimit përfundoi brenda në lokalin në zonën e Vasil Shantos duke plagosur 3 persona në mbrëmjen e së shtunës. Nga përplasja u dëmtuan 2 biznese dhe stacioni i autobusit. Kjo është çfarë ka mbetur pas nga aksidenti i ndodhur mbrëmjen e së shtunës në zonën e Vasil Shantos në Tiranë. Policia njoftoi arrestimin e drejtueses së mjetit Mercedes-Benz, Fludora Zaimi. 49 vjeçaria rreth orës 20:55 minuta të mbrëmjes së shtunë ka humbur kontrollin duke u përplasur fillimisht me stacionin e autobusit dhe më pas përfundoi në lokalin në afërsi të saj. Nga përplasja mbetën të dëmtuar 3 qytetarë, 2 prej të cilëve po qëndronin në stacionin e autobusit dhe një tjetër i gjendur rastësisht në vendin e ngjarjes. Burime nga spitali bëjnë me dije se gjendja shëndetësore e të lënduarve është jashtë rrezikut për jetën. Ekspertët e policisë rrugore kanë sekuestruar kamerat e sigurisë për të zbardhur dinamikën më të qartë të aksidentit. Ndërkohë 49 vjeçaria do t'i nënshtrohet një testi për të zbuluar nëse ka qenë nën efektin e alkoolit në momentin e aksidentit. Prania e pelikanit Kaçurel dhe atij roz në ujërat e Prespës ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj. Këtë vit ka nisur numërimi i tyre. Përveç monitorimit dhe shpërndarjes gjeografike të këtyre specieve, synohet dhe rritja mundësive për sa më shumë mbrojtje për këto shpend.
Në liçenin e Prespës në Pogradec ka nisur numërimi i pelikanit kaçurel dhe atiroz, dy prej specieve më të rralla dhe të veçanta të vendit ton. Censusi po kryhet nga punonjës të administratës së zonave të mbrojtura, ekspert dhe vullnetar në kuadrin e planit për monitorim të vazhdueshëm. Përveç monitorimit dhe shpërndarjes gjeografike të këtyre specieve, synohet edhe rritja e mundësive për më shumë mbrojtje në këtë shpend. Jemi bashkë me administratorin në zonave të mbrojtura ku të gjithë do të numërojnë pelikanët në liçenin e Prespës, në të dyja liçenat e Prespës. Ky është një event i organizuar në të gjithë Shqipërinë, por edhe në 3 vendet që kufizohen me liçenin e Prespës. Këtë vit ne jemi duke numëruar zojsht, jemi duke numëruar zojsht e ujit dhe tani pelikanët. Mendoj se numri i pelikanëve do të jetë i ngjashëm, por varet nga kushtet e motit. Një vit mund të kesh më shumë dhe një vit më pak. Organizimi jonë është duke suportuar Parku Nacional dhe Agjencinë e Zonave të Mbrojtura në Shqipëri. Monitorimi i zojqve është një hap i rëndësishëm të dimë sa zojq kemi dhe gjithashtu shikon nëse ka sukses në mbrojtjen e mjedisit ku jetojmë, sa specialiste Konstanca Shaf. Prania e pelikanit kaçurel dhe atiroz në ujërat e Prespës ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e turistëve të vendas dhe të huaj. Në parkun kombëtar të Prespës 87% janë pelikan kaçurel dhe 13 janë pelikan roz. Për këtë vit numri i pelikanit është bërë 2 herë dhe është vënë re se numri i tyre ka qëndruar në të njëjtat shifra. Masat për mbajtjen e maskave apo dhe orari ndalimit janë ende në fuqi për të mbrojtur nga virusi i padukshëm i COVID-19, por një vëzhgim i mirë i bërë nga policia e shtetit për një muaj nuk duket se në terren kanë marrë masa ndaj këtyre shkelësve. Në një kohë që shifrat e të infektuarve me COVID-19 në vendin tonë janë ulur, masat për mbajtjen e maskave apo edhe orari i ndalimit janë ende në fuqi. Por nga një vëzhgim i bërë policia e shtetit prej një muaji nuk duket në terren për të marrë masat ndaj shkelësve. Prej më shumë se një muaji shifrat e infektimeve apo viktimave nga COVID-19 në vendin tonë kanë rënë ndjeshëm. Pavarësisht kësaj situate, masat kufizuese si mbajtja e maskës apo edhe ndalimi i qarkullimit pas orës 22 janë ende në fuqi. Gjatë kësaj periudhe qytetarët duken më të relaksuar për shkak të shifrave të ulta dhe një pjesë e madhe nuk i respektojnë masat. Nga një vëzhgim i bërë duket se edhe kontrollet nga policia për respektimin e tyre mungojnë prej shumë javësh. Këtë diel rrugët e Tiranës janë mbushur plot me njerëz, ku nga vëzhgimet shumica e tyre janë pa maska. Patrullat e policisë gjatë këtyre orëve ishin inekzistente. Me këtë situatë qeveria duhet të vendosë nëse masa të tilla duhen